Vëlla i madh ka futur në shtëpinë e Big Brother VIP5 një zarf të bardhë ku secili nga banorët do të thoshte emrin që ata dëshirojnë që të fitojë këtë edicion të reality show-t. Banorët nuk duhet të thonë emrin e tyre, si dhe duhet të argumentojnë zgjedhjen që bëjnë. Banor, rrugtimi juaj në këtë shtëpi po i afrohet fundit dhe çdo ditë që kalon, gara bëhet edhe më e fortë. Në këto momente është koha për reflektim të sinqert. Vëlla i madh ju fton një nga një të shprehni mendimin tuaj mbi pyetjen: kë do të dëshiroje të fitoj Big Brother VIP dhe pse? Sigurisht pa përfshirë veten tuaj. Tregoni të sinqertë, të drejt për drejt dhe argumentoni zgjedhjen tuaj, shkruaj në zarfin e bardhë. Rogerti i nisi fjalën e tij, duke thënë se emri i tij mund të ishte Selin, por në këtë rast nuk është, pasi sipas tij, ajo ka degraduar në këto 60 ditë që ai është në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Më pas Rogerti shton se sipas tij fituesi i këtij edicioni është vetëm Miri. Ai shton se banori nuk ka ofenduar asnjë aty dhe ka qenë fleksibël me banorët e vështirë si puna e tij dhe e Juelës. Meqense unë jam këtu para banorëve dhe shqiptarëve, emri im që mund të ishte, po të ishte sjellë si lojtare do ishte Selin, por në këtë rast nuk është, sepse ka degraduar në 60 ditë që kam ardhur unë këtu. Emri vetëm që mendoj unë që mund të fitoj Bigun është vetëm Miri. Pse? Për arsyen se ai nuk ka ofenduar asnjë këtu. Ka patur gjithmonë një tonalitet shumë të qetë dhe një njeri që ka ditur me qenë fleksibël me lojtarët e vështirë si puna ime dhe e Juelës. E rëndësishme është se Mirin, sa do ta ulin, Miri vetëm me sjelljen e tij me edukatën që ka ai është e vetmi arsye që unë them duhet ta fitoj. Por mos harroni, nëse kjo do ishte një shkollë, Miri do ishte top. Po kjo është Big Brother e çdo gjë ndodh. Miri ta gëzosh, u shpreh Rogerti. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.